Partia Demokratike ka nisur përjashtimet ndaj mbështetësve të ish-deputetit Ervin Saliani, duke goditur fillimisht në nivel lokal në Bashkinë e Durrësit. 2 anëtar të Këshillit Bashkiak janë përjashtuar nga grupi i këshilltarëve të PD-s për shkak të qëndrimeve të tyre në mbështetje të Salianit. Bëhet fjalë për Dritan Burgjia, kreu i grupit të këshilltarëve demokrat në Durrës, si dhe Arlind Boshku, njëkohësisht sekretari i DGSPD në këtë qytet. Vendimi është marrë nga kryesia e Partisë Demokratike dhe mban firmën e sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka. Në dokumentin zyrtar, theksohet se përjashtimi bazohet në shkelje të statutit dhe rregullore së brendshme të partisë. Në vendim thuhet se Burgjia dhe Boshku përjashtohen nga grupi i këshilltarëve në mbështetje të neneve përkatëse të statutit të PD-s dhe për shkelje të rregullave të brendshme të organizimit. Po ashtu, kryesia ka propozuar Ardian Mukën si kandidat për të marrë drejtimin e grupit të këshilltarëve demokrat në Këshillin Bashkiak të Durrësit. Ky zhvillim sinjalizon thellimin e përçarjeve brenda Partisë Demokratike, ndërsa pritet të shihet nëse përjashtimet të tjera do të pasojnë edhe në degë të tjera të vendit.